E bën edhe e bën si drejtje. Ta e kriminella. Po I vrasin njerëzit, po I lën pa bukë. Ke parti në një krim të dali vetë nga molla? We will not allow responsible. Any hearing in evidence. Most people with extensive exposure to this sound. A vetë bukur pas kjo Vleon, se bie që isha I këngëtar. Unë vdes për to, pse s'të pëlqejnë ty? O, maroj fare, të dishti që këngë jam të gjunë. Të dëgjojmë në një Taylor Swift në një gjë? Seriozisht I mendon se gocat dëgjojnë vetëm Taylor Swift. Pa jo në background, ashtu si Taylor Swift duket. Jo Taylor. Jo. Ton Josh Justin Bieber. Oj, unë nuk dua të flas fare sot. Ja, në një Taylor Swift, në një Dua Lipa, në një gjë kështu. Dua Lipa është super, edhe Taylor Swift është super, më vjen shumë keq. Na, Right. nejse. Klara, Ka dorën mal. ke ato shishin e verës afër ti? Po përballojeni ju pa pi pak verë më. Pa mundur. Dakor. Unë gjeta një video I shparë në Facebook, ishte një plak në Kosovë. I thoshte, fliste për to që blejnë gjinse me të hapura kështu. Po pse s'mi iku video pa e shkarkuar. Më mërzita shumë. Pse? Ishte shumë video e bukur ishte. A ishte hilaritet komplet. Për ne që kemi gjinset grisura thua? Po pse me mori personali, do tash përgjegjësi për ato që blejnë gjinse me vrima. Doja ta kuptoja, gjinset e grisura apo se ti the të hapura, po nuk e kuptova mirë, të hapura në Po ç'sens? të hapura, të grisura, çfarë them tash? Okay. Me vrima, me arna. Isha E arna, fjalë që se kemi përdorur për një kohë të gjatë. Ku e lash gotën? Unë e mbusha gotën. Oh, ja Allah, me akorde. Unë nga janë ta lumëdhenjë të tjerë. Vendosni një gocë kështu kohost, ta bësh pak, se që nga momenti që Ka të them? të jetë kështu kohost bashkë me ty, Kush? që të duket, s'ka rëndë si Alisa, Gjenis, nuk ka rëndë si një vajzë tjetë aty. Do të vë ty. Jo, nuk dua unë. Story unë tani të moderoj. Po thjesht të jetë një gocë. Normalisën kohë. Ashtu. Po nga të Albin, e kupton se dua që të kohostit ishte I mirë, po nëse ti të pëlqen, nuk e rëndësi kvaliteti, okay. Ishte kjo ti doje që kohosti ti ishte I mirë? Nuk e do shumë të mirë? Tani o mund ta duash të mirë, o mund ta duash femër, të dyja si do. Jo, mund ta duash të mirë ose mund ta duash shumë të mirë. Vështirë. Ai Albi kam shumë eksperiencë atë ditë, po që Vendos Albi, nuk ka rëndësi se kush jo, po tash të vendosur, tash s'dua, tani do vendos Alisën. Okej, këtë duash vendos. Më mirë do ishte mos me vu femër kohos po nesër. Als kohos einladen, natürlich. E dëgjoj Alisa këto që sapo thash? Po ai ka gjëja ta thoj vetë që sa ta pranoj të kohosti. Hi, si jeni? Zhiva ose Lil Zekthi të ka nominuar ty Alisa për kohos sot, prandaj ti je kohos I mbrëmjes së sotshme. Kush është Zhiva? A kjo goca Zhiva? Ta dish ti kush është Zhiva. Shiko, që të jemi të sakt, unë thash, mendoj se është e drejtë të jetë një nga vajzat. Po pra një nga vajzat. Po. Ti nuk do? Po pse nuk futesh? Ku të jelet? Jo, unë futem se kam problem, po ideja ishte që Bleoni donte një person të mirë si kohost edhe sugjeroi Albin dhe unë mendova se duhet një person shumë I mirë që është një nga vajzat. Po normal, ne jetojmë në vitin 2023 plako. A do identifikohesh sot si femër që të bëhet ty kohost? Vetëm për sot o plak. Unë kam dëshirë të identifikohem si Super Saiyan, a quhem? Po super, nuk e përballojmë do atë fuqinë në kohostin plako. Okej, pra me mbrëma të gjithë së bashku.
Bisedën e sotshme e parashikojmë të jetë super e nxehtë, në qoftë se individët normalisht duan të participojnë në mënyrë të nxehtë. Edhe niset nga pyetja që bëri Ermali pak më përpara, që është disi, nuk e di se si mund ta përshkruaj. Gjithsesi, pyetja është me sa meshkuj duhet të flejë një femër që të quhet kurv, si e kuptoni këtë pyetje dhe cila është përgjigja. E dua që secili nga ju të përgjigjet një herë kësaj pyetje, pastaj do kalojmë në debat. Atëherë Alisa e para. Shkom. Të falenderoj. Arsye pse kam pranuar që ta diskutojmë këtë temë është sepse fatkeqësisht diskutohet shumë në shoqërinë tonë, edhe ka një paragjykim të madh ende për mënyrën se si në fakt duhet që trajtohet seksualiteti. Unë personalisht nuk e përdor dot përgjatë këtij spacei atë fjalë, po di vetëm që të them që nuk mendoj që është i lidhur çfarë do lloj konotacioni që ka i është ngarkuar kësaj fjale që nis përgjatë viteve që kemi lënë pas, kam përshtypjen që ka pas të bëjë me gjithçka përveç se me seksualitetin, dhe mirë është që në fakt neve ta bëjmë të qartë që në fillim që arsyeja pse po duam ta diskutojmë edhe nga kemi marrë shkas është pikërisht për faktin sepse diskutohet shumë në shoqërinë tonë ende në këto terma. Nuk e di a isha e qartë, domethënë. Po, faleminderit. Albi. Po, nuk di të përgjigjem sakt, sepse duhet me përcaktu që do të thënë fjalë herë, sepse nëse është me kuptimin prostitut ose një femër që e shet trupin, atëherë besoj se s'ka lidhje shumë numri, po thjesht gjesti ose qëllimi për shkak të cilit kryhet marrëdhënia seksuale. Nëse e kemi në kuptimin një femër e cila përdor seksualitetin për të arritur qëllime në jetë, ose për të arritur, nuk e di, poste ose për qëllime materialiste, po jo detyrimisht prostitucion, atëherë mendoj se edhe këtu është pak nuk është e definueshme mirë, sepse e zgjeje në jetën e përditshme se si e ka arrit një person një post apo një qëllim të caktuar. Nëse kemi pastaj për një femër të, nuk e di, të përdalë ose që nuk ka shumë filtra ose një person që bën seks me shumë partner, atëherë nuk di ta them me numër, por me aq sa kam po e quaj sondazh ose me aq sa kam folur unë me shqiptarë dhe me aq sa kam jetuar me shqiptarë gjithë jetën, mendoj se ndër shqiptarët të paktën edhe ndër të huajt ka shumë seksizëm, po ndër shqiptarët një femër e cila ka pas në jetën e saj baraz ose më shumë se 10 partner seksual nuk mendohet si një kandidate për martesë. Dhe drejt apo e gabuar, ky është realiteti. Tani a ekziston simetria? Sigurisht që nuk ekziston. Mendoj se meshkujt, nëse kanë pas shumë partnerë seksuale, janë krenar dhe thonë me krenari dhe nuk është se ka ndonjë stigma ose ndonjë gjykim nga shoqëria. Përkundrazi. Po unë mendoj se këto janë probleme akoma më të thella, lidhen, unë ta përmend edhe atë librin e Engelsit në lidhje me origjinën e familjes, origjinën e pronësisë që mashkulli e mendon mbi femrën, sepse po të shikojmë, femra akoma mendohet si pronë një herë babait, pastaj e burrit ku ajo shkon. Nëse ajo do të kryejë marrëdhënie me një mashkull tjetër, ky burri ose babai preket në thetër, a thua se jo është prek prona e tij. Dhe e kemi pas edhe në historinë tonë, për shembull kanunin e lekës ishte vajza përveç pajës që duhet të paguheshin para për të marrë gruan, ajo vajza shkonte me plumbin vaj. Babai i vinte plumbin dhe i thoshte, i jepte mesazhin burrit që nëse kjo më nderon ose të çnderon, atëherë ti ke drejt ta vrasësh. Pra ajo ishte pronë e burrit në kuptimin edhe nderi i burrit që ndronte te gruaja në kuptimin seksual të fjalës. Kështu që mendoj se është problem tepër i thellë ky i seksualitetit, po nuk e di ta dhash përgjigjen me kaq pak sa është introja. Për intro mjafton, Klara.
Me thënë drejtë, nuk është se kam shumë për t'i shtuar apo për t'i hequr asaj çka tha Alicia, bie totalisht dakord, edhe e kam thënë edhe më përpara që personalisht për mua problemi nis që në formulimin e pyetjes, e cila më duket totalisht pa sens, edhe as e marr mundimi fare të mendoj një përgjigje, sepse ashtu siç e tha edhe Alisa, termi i përdorur mund të ketë lidhje me shumë gjëra përveç se me pjesën e numrit, partnerëve seksual. Mendoj se në këtë rast nuk e di nëse ka ndonjë vajzë që mund të jap një përgjigje për këtë pjesë. Mendoj se më tepër është një pyetje që u drejtohet djemve dhe më pas ata japin atë perceptimin e vet se si e shohin, pavarësisht se pyetja në vetvete është shumë ofenduese. Kështu që nuk është se kam çfarë të shtoj për momentin. Në rregull, edhe Ermali së fundmi para se ta marrë. Leon, para se të vazhdoja pak, nuk e di nëse do na bashkangjite edhe zoti Gazmen Demolli dhe zonja Mire Marke. Paka shumë kemi qenë shpesh herë për disa space të tjera me kosovar, nuk e di nëse do donit na bashkangjiteshin mbi temën që të flisnim. Përshëndetje, unë jam Dajena. Përshëndetje Dajena. Do të të fusim, do të të bëj unë intro edhe të fusim tema. Okej, faleminderit. Doja të thosha vetëm kaq përshëndetje të gjithëve, se u futa si kështu në grup. Unë jam Dajena, jam një shoqe e Albionit, edhe përpara se të jap një mendim dua të dëgjoj një çik më shumë dhe pastaj mund të jap një mendim. Faleminderit. Atëherë Dajena, më falni nëse duan shtohen Mira dhe Gazmendi kur të kenë dëshirë, nuk e di a është dakord Bleoni, dhe për ta fut pak Dajena në temë. Atëherë Dajena s'du të skandalizoj, po tema është seksualiteti grave dhe perceptimi në shoqëri pak a shumë, dhe pyetja direkte është sa partner seksual duhet të ketë, domethënë është e pranueshme që të ketë një femër në shoqërinë shqiptare, flasim për arealin shqiptar, nëse nuk janë në Shqipëri vetë, dhe mbi sa partner ajo mund quhet kurv nga shoqëria. Kjo është pak a shumë. Duke qenë se ka një kështu efekt shokues, gjithë kjo tema që neve po diskutojmë, ndërsa Dajena të jetë gati, unë mundem që doja të bëja një shtet, pra të futemi pak në terminologjinë e fjalëve. Pra këto terma fillimisht janë të rënjosura në sistemet padyshim patriarkale, misogjine dhe të negativitetit ndaj seksit. Në një botë ku historikisht burrat i shohin gratë si objekte edhe veprimet e tyre përcaktojnë nëse ajo është le të themi kështu materiali gruas, apo asgjë më shumë se dikush që le të themi kështu ju shpëtoni kur është koha më e përshtatshme për ta analizuar atë, nëse ajo për shembull nëse gruaja ka shumë ish të dashur, çmimi i saj në shoqëri ulet dhe kjo e bën atë të pa ndershme automatikisht. Pse? Këtu fillojmë tash dhe mund të kujtojmë prej asaj që nisi të tregonte pak Albioni, që është e rënjosur në mentalitetin shqiptar, por edhe jo vetëm, se sikurse neve kemi kemi kanunin e Lek Dukagjinit që e ka rënjosur këtë mentalitet në kokën e shqiptarëve dhe është mbas trashëguar brez pas brezi. Ka edhe ligje kanonore të tjera që vijnë edhe në vende europiane prej Britanisë së Madhe deri tek Franca, e cila përpara revolucionit seksual edhe ata e vuajtën edhe kaluan përmes një procesi shumë të dhunshëm. Por ndryshimi është që Shqipëria, për shkak edhe të niveli jashtëzakonisht të ulët arsimor dhe mungesës së edukimit seksual në shkolla, ende ka shumë të vështirë që ta ndaj seksualitetin nga ndershmëria, le të themi kështu. Nëse kjo mund të na shërbej për ta vendosur pak bisedën në ulli. Po, Alisa. Po, që të japë pak shtys Dajenës që të japë një mendim. Sa i pyetja u bën në mënyrë eksplicite, domethënë për arsyeën e saktë që
ndiste pa këtë ndjenjën e keqe ose atë si ta themi ignorancën që vjen edhe nga masa e gjitha, sepse pavarësisht se ne mund ta censurojmë të themi fjala K apo fjala M apo fjala Z, ideja është ajo pyetje kështu bëhet në shoqëri dhe ideja është ta trajtojmë ashtu siç bëhet, pavarësisht se dhëm, pavarësisht se duket e shpifur etj etj. Kështu që para se të thosha unë diçka të pyesja edhe një herë Dajenën, në qoftë se ka një përgjigje sa do të vogël, sa për hyrje dhe pastaj mund të vazhdojmë. Po faleminderit se Albioni më tha temën dhe domethënë deri diku edhe mendova se çfarë mund të ishte. Shiko, unë nga eksperienca ime mendoj se në Shqipëri edhe një femër që ka pasur dy meshkuj quhet deri diku kurv. Nuk është se njerëzit duan ta pranojnë, domethënë kështu me të parën, se më ka ndodhur, duhet të tregoj një rast, më ka ndodhur, kam folur me një shokun tim pas shumë vitesh të universitetit, shumë modern, folëm dhe për këtë temë dhe më tha, gruaja ime tha, ka pas disa, ta nuk ma tregon numrin, tha, po ka pas disa, unë nuk e kam problem, tha. Okej, thash atëherë pse pyet për numrin, i thash, pse pyet për numrin nëse se ke problem. Po jo, tha, se unë nuk është se kam problem, se nuk jam nga këta çuna tha që ka problem, tha. Okej, thash unë, nuk po të kuptoj, po nesa. Dhe pas shumë kohë, domethënë prap, ma përmendi prap këtë idenë. Sa është numri. Tani përmendimin tim numri s'ka rëndësi, sepse një femër mund të bëjë çfarë të dojë, njësoj si një mashkull, edhe mund të jetë po prap, nuk e di domethënë. Kur mund të jetë edhe një femër që s'ka bërë ndonjëherë seks. Sepse ideja është që nuk është kurrë ajo që shkon me shumë meshkuj, sepse fundit njësoj se që janë dhe femrat, njësoj janë dhe meshkujt, edhe në këtë rast domethënë nuk është se duhet i shohim kështu të ndarë, që jo, një femër s'ka të drejtën të ketë qefin e saj, ndërkohë që një mashkull e ka të drejtën. Unë e kuptoj këtë pjesën shumë mirë se në Shqipëri sado që njerëzit bëhen deri diku modern ose nuk e di domethënë, prap vjen ideja tek ai numri. Ai numri është shumë i rëndësishëm. Edhe ky është shumë i indoktrinuar, shumë i indoktrinuar, sepse kam idenë që edhe meshkujt deri diku ndjen dhe si kështu si të friksuar, deri diku se kanë frikë, mbase se mund të më thonë të tjerët, shif se ajo ka pas këtë, ajo ka pas atë. Qëndron edhe një problem tjetër, domethënë që njerëzit merren dhe shumë me çfarë mendon tjetri apo çfarë mendon ajo, domethënë, se po kaloj një çik më gjerë në temë. Domethënë njerëzit në Shqipëri kam idenë jetojnë edhe shumë për tjetrin. Domethënë po marr një femër unë të virgjë që s'ka pas asnjërin, edhe s'ka askush mund të më thotë mua një gjë. Ndërkohë që domethënë njerëzit nuk jetojnë për veten e tyre, po jetojnë më shumë për tjetrin. Unë jam më shumë jeto si të duash ti jetën tënde. Një jetë kemi, shijoja sa të duash në maksimum, nuk ka rëndësia i numri. Sa i numri nuk është të tregon ndonjë gjë. Domethënë për mendimin tim, para shumë vitesh do kisha folur shumë ndryshe, po tani që i shoh gjërat edhe në një moshë tjetër, domethënë flas akoma më shumë ndryshe. Unë dua t'ju dëgjoj një çik më shumë juve, në mënyrë që të krijoj një çik më shumë një mendim, sepse deri tash i fola një çik shumë më gjerë në temë. Më falni për këtë ndërhyrje, por që po shikoj domethënë që gjithë po thoni nuk ka rëndësi numri dhe po jepni në vija të përgjithshme, por që duhet kuptoni që jo të gjithë jemi një lloj dhe jo të gjithë jemi rrit një lloj dhe jo të gjithë kemi po të njëjtat koncepte apo mendime apo ide. Dhe ka nga ata që ndoshta nuk është se ka rëndësi numri se me sa ka shku, po ai thjesht do që të ketë një informacion se me kë ka të bëj. Unë njoh njerëz që janë dashuruar me prostitut, janë martuar dhe ka vazhduar jetën normalisht. Ai e di se me kë ka të bëj. Por që parimisht nuk është gjithmonë toksike kjo pyetja, le ta themi, me sa ke shku që unë ta di. Okej, që do të pres një herë gjithë se dua të analizoj pak çështjen, pastaj mund të kalojmë në radhë përsëri. Po Gazmen do të jap fjalën direkt mbasi të mbaroj. Në Klara lutem mbyllë mikrofonin. Atëherë, pyetja
edhe fjala, se ka që vështirë sa është, ka që dëmshme sa duket kur fjalë është e vështirë, vret, është e pisët, nuk duhet ta përdorim. E para fare nuk është fjalë shqipe, është fjalë që vjen nga gjuha protoslave. Fjala që përdoret në anglisht, që është bitch, në shqip është buçe. Edhe ka të njëjtin konotacion si në anglisht, si në protoslave dhe si në shqip. Bëhet krahasimi me një qen femër që shkon me çdo lloj qeni të mundshëm që i vjen afër, domethënë. Dhe kjo është normalisht term që përdoret për të denigruar femrën. Kjo për sa i përket. Prap nuk jam dakord që bëhen krahasimet e njerëzve me qenëlla. Qenë janë shumë kafshë bukë. Nuk e di pse do të bëhet një krahasim i tillë. Nëse. Të lutem normal, mos më ndërpit. Krahasimin nuk e bëj unë, krahasimi është burimi i fjalës. Fjala vjen në gjuhën shqipe, buçja është qeni mashkull që bëhet me klysh. Quhet në gjuhën shqipe buçe. Është definicion, nuk e kam shpjeguar. Për sa i përket përgjigjes time mbi këtë temë është mbi pyetjen, domethënë, sa me që është dhe shumë e vrasë, është shumë e vështirë, domethënë. Edhe të gjithë deri tani, domethënë, i përgjigjemi në të njëjtën mënyrë, që nuk ka shumë rëndësi, sepse në shumë në një masë shumë të madhe ne i përkasim dhe një brezi tjetër që jemi rritur dhe pak më ndryshe, edhe deri në një farpike i kemi parë gjëra disi më ndryshe, normalisht fusin këto notat e tjera pastaj që ka karakteri se si për çfarë përdor etj. Kur këto nuk kanë qenë në kohën e prindërve tanë ose në kohën e gjyshërve tanë, në kohën e gjyshërve tanë mund të ishte edhe Nën Tereza, po nëse mund të kishte tradhuar ose të shkoje me shumë meshkuj, sado robi mirë të ishe, kur do ngelesh. Ka ndryshuar gjëra tani, a janë bërë super mirë, a jetojmë në utopi? Akoma nuk mendoj se jetojmë atje, por gjithsesi duhet të pranojmë faktin që ka një përmirësim të madh, sidomos në qytetet e mëdha, me sa e perceptoj unë si Tirana, Durrësi, Shkodra deri diku, për Kosovën nuk jam shumë i njohur. E dyta, përveç librave dhe përveç ideologjive, edhe të gjitha këtyre arsyeve që ne mundojmë të nxjerrim, ka një arsye jashtëzakonisht shumë të thjeshtë që e shtyn kafshën supreme që është njeriu drejt këtyre lloj ideologjive sipas mendimit tim që është biologjia. Në qoftë se do bëhemi një çik harbut dhe të ftata shpjegoj me moll, është se në qoftë se një mbret ka shumë gra në harem, të paktën kur ai fëmijë të lindi e din shumë mirë se kush është i ati. Edhe e njëjta gjë nuk ndodh nëse është një mbretëresh. Që ka kultura matriarkate edhe deri më sot ka në Afrikë për shembull është diçka që është standard, nuk është gjë e re. Dhe normalisht asnjë baba nuk mund të jetë i sigurt për atë. Këto janë ato arsyet primale që për mendimin tim e çojnë njeriu tek këto lloj ideologjisë. Por ne nuk jetojmë në të shkuar, nuk jetojmë në prehistori, jemi këtu ku jemi sot. Me kaq do ta lej një herë, ja jap fjalën Gazmendit, pastaj Alisa dhe Dajena. Përshëndetje gjithëve. Shqiptoni, unë kam një mendim pak më ndryshe. Mendoj që për me trajtu këtë temë në mënyrë duhur do të më ishte dy elemente, mosha dhe territori, domethënë ekosistemi ose çuaj si duash. Ka dallim a vjen nga Voskopoja ajo vajza apo është nga Tirana apo është nga Londra apo New Yorku. Nëse je një vajzë nga një fshat që i ka 200 banor në një moshë të re, ta them ka bërë seks ose ka dalë me shumicën nga djemtë e atij fshati, do ta ketë më vështirë në atë rrethin me pas një si më thonë një respekt nga djemtë të tjerë të fshatit e kështu me radhë. Por në Tiranë kjo është një sen më ndryshe, se edhe me mosh pastaj dallon. Nuk e kuptoj si për shembull një vajzë që i ka 30-35 vjet mundet me pas vetëm një të dashur të kaluar një ex ose dy ose ndaj vite janë ato. Ka shumë dallim, a je
15 vjeçare, 16 vjeçare apo je 35 vjeçare në këtë kontekst. Edhe më duket se edhe ndryshe konceptohet nga njerëzit që ta kanë. Është ndryshe kur ti flet me një grua ose si them një vajzë që është në një moshë që është normale, për shembull, me qenë një vajzë ende pa martuar moshën 28-30 vjeçare e me tutje dhe është normale që ajo të ketë pasur ndoshta 10, 15, 20 çka më diunë djem në jetën e saj dhe është shumë banale me pyet a jam unë i pari ose a jam unë i dyti ose nuk e di, është shumë banale dhe me pyet. Gazme, më falë të ndërpres pak se nuk po kuptoj diçka të vogël. Kur thua tek pjesa që në qoftë se është në një moshë që është më të pjekur, që ka kaluar, është shkolluar, ka punuar etj, nuk mund ta pyesësh. Kjo është jashtëzakonisht shumë logjike, nuk më mendja se dikush mund të kundërshtoj. Po në cilën moshë do ishte kjo normale sipas teje? Unë e konceptoj në atë rrethin e ngushtë, nëse është vërtet vjen nga një qytet i vogël, një qytet ose një fshat ose një mahall, një lagje para lagje e Tiranës ose diçka, dhe në qoftë se një vajzë e re, deri në moshën 17-18 vjeçare, brenda një rreti të ngushtë, ka pas shumë dashnor dhe ka pas shumë ka dalë me shumë djem, në atë rreth e ka të vështirë me marrë respektin. Por në kohë më të gjatë, nga mosha e pjekurisë seksuale, për shembull nëse kalon 5 vjet, 6 vjet, 10 vjet, është normale që një vajzë me thënë t'i ketë së paku një dashur ose 2 brenda vitit të kaluar. Nuk mirë. Mendoj që kjo pyetje është më shumë lidhet me vendet e vogla dhe me rrethinat shumë ngushta ku njerëzit nuk lëvizin. Është fare e pakuptimt në një qytet shumë të madh të pyetet edhe besoj që njerëzit e kanë tejkalu këtë, por duhet të jetë ende aktuale në fshatrat. Edhe pse për shembull në Kosovë shumica e fshatrave vijnë nga një fis dhe zakonisht nuk martohen edhe nuk dalin mes vete, por mendoj që ka fshatra në Shqipëri të cilat nuk janë që nuk i takojnë një fisi dhe nuk dhe martohen mes vete. Por megjithatë është unë më shumë e kuptoj si fyrje, si sharje, djemt që kryesisht e nxisin këtë problem nuk janë ata që kanë pas shumë të dashura në jetë, raporte, por më duket se ata që e presin raportin e parë, pyesin sa i ke pas. Por ajo ndodh në përgjithësi në fakt se duhet të jap edhe fjalën Alisës, lutem vazhdim, e kuptova po e ke pyetur. Ajo ndodh që shumica atyre janë të pasigur, por nuk është fikse ashtu si mendon ti. Ka dhe shumë meshkuj që kanë një eksperiencë sipas atyre supreme seksuale me shumë partnerë dhe prapë paragjykimet si shife atë kurvën apo shife atë të bredhurën e tjera akoma vazhdojnë. Gjithsesi, Alisa, të lutem. Faleminderit. Nëse mundemi që ta ndajmë në 2 kategori, pra një kur shoqëria jon di se si ta armatizoj seksualitetin dhe ta bëj dikë që të turpërohet për të, duke përdorur fjalët thuske, përdal e tjerë që ne i përmendëm pak më parë. Kjo është një përdorim, moralizim i seksit, edhe pse last time I checked, herën e fundit që unë kontrollova, seksi ishte një akt riprodhimi, lidhjeje dhe kënaqësie.
i cili mund të përdoret në metodat dhe në mënyrat nga më të ndryshme. Seksi, duke qenë se është pjesë e përditshmërisë tonë, është pjesë e natyrës njerëzore, di që të përdoret si kënaqësi, di që të përdoret edhe si armë për të moralizuar dhe për të fyer, sikurse po thoshte edhe Gazmendi, por di dhe të përdoret si armë për të përfituar. Kjo është pjesë e natyrës njerëzore. Tani këtu, në qoftë se neve do të bëjmë ndarjen, pra, në momentin që pyetja që lind ndaj grave sot është për t'i ofenduar dhe për t'i fyer ato, sepse jemi duke u përpjekur që ta armatizojmë fjalën seks, apo jemi në instancat e një raporti të ngushtë mes një djali dhe një vajze apo një burri dhe një gruaje, i cili ka një pasiguri, e cila mund të vijë qoftë për shkak të formimit, qoftë për shkak të idealizimit që i bëhet figurës së gruas, të nënës, e cila duhet ruajtur kështu si çelibar, që vjen për shkak të kulturës shqiptare, dhe aty automatikisht lind edhe kjo pasiguria dhe mungesa e vetbesimit, ku neve kemi nevojë që gruan ta shikojmë si të virgjër. Dhe kjo në fakt, unë për shembull jam katolike edhe ka edhe shumë të tjerë të krishterë këtu, të cilët e dinë që është edhe pjesë e liturgjisë edhe pra virgjëria është një akt, një akt, ndjes virgjëria është çdo fe që mos të ndajmë, çdo fe ka. Shumë e rëndësishme në, po themi, formimin familjar, dhe kjo pastaj ka sjell si rrjedhoj edhe këtë paragjykimin e madh. Prandaj po them që nga njëra anë duhet dënuar kur ajo përdoret si armë, dhe nga ana tjetër nuk po them që duhet kuptuar, por nga disi e kuptoj kur vim nga shoqëri konservatore, patriarkale, ku këto kanë qenë normat, po themi, bazë dhe themelore që janë mësuar fëmijëve, edhe pse ndoshta shumë shpesh nuk janë zbatuar hiç në familjet reciproke. Okej, Lisa, një pyetje të vogël, do të drejtohesh edhe të lutem të më përgjigjesh vetëm me po dhe jo, dhe mund ta shtjelloj më vonë. Kur thua armë për të përdorur për përfitime, dënon ti një femër që përdor favore seksuale për të marrë një post më të mirë, duke dëmtuar atë femrën tjetër që e meriton me kualifikimet e saj? Në fakt nuk ndihem si lehtë për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, se kam diskutuar edhe një herë tjetër, edhe unë nuk e dënoj askënd që ka dëshirë të bëjë çfarëdo që ai ka dëshirë apo ajo ka dëshirë, se janë edhe meshkuj që mund ta bëjnë një gjë të tillë, edhe unë kam njohur edhe meshkuj edhe gra. Nuk e dënoj edhe as nuk e gjykoj, por unë personalisht e shoh, e thash edhe pak më parë, domethënë seksin si një akt lidhje, kënaqësie dhe riprodhimi, dhe nuk kam arritur që ta konceptoj ende deri sot e kësaj dite, i kam 31 vjet, si një akt përfitimi, edhe do të duhet që kishte dikush. Domethënë me këto personal, besoj se nga ana personale jemi të gjithë në një mendje. Unë po them, në qoftë se unë jam femër dhe jam super kualifikuar, por një bashkëpunëtorja ime që nuk është e kualifikuar sa unë, e ofron favore seksuale shefit, që normalisht është një pler, që pranon atë lloj gjëje dhe ma merr vendin e punës. Duket normale? Shiko, së pari nuk mendoj që duhet të vendoset në termat a është normale apo është anormale, sepse gjithçka është e pranueshme, më fal, është e pranueshme apo jo? Prit, ja ta shpjegoj unë, sepse gjithçka është normalizuar për aq kohë sa ne jetojmë në një shoqëri multikolore, pra që nuk ka vetëm një ngjyrim edhe një moralizim edhe një vlerë morale, po ka të ndryshme. Prandaj edhe po të them dhe përsëris që personalisht nuk e gjykoj edhe as nuk e paragjykoj. Pse? Sepse mendoj që në një shoqëri të konsumeriste kaq të madhe që neve jetojmë, asgjë nuk është off the table. Pra të gjitha metodat edhe mënyrat e përfitimit janë mbi tavolinë. Edhe dikush vendos që ta marrë dhe ta shfrytëzoj atë, dikush tjetër e shikon si unë, edhe e shef seksualitetin si një akt riprodhues apo si një akt kënaqësie dhe nuk ka dëshirë që ta shfrytëzoj atë. Kështu e shoh. Okej, Diana, të lutem. Po faleminderit.
Pika e parë që doja të flisja është doja një kështu për doja të thosha malit që mos kras, domethënë më duk një çik kështu e tepruar që tha për femrat jo duhet të dish se kë kenë në krah, se mund të jetë të prostituta dhe kështu. Shiko, prostituta e ka punat, është punë. Edhe nuk duhet të krahasojmë tash një person që shet trupin e vet sepse ka punë, ashtu e ka zgjidhur është gjë tjetër. Jo. Ne po flasim për femrat, që sa kanë pas femrat, sa meshkuj kanë pas. Edhe nuk e ke kuptuar. Ti nuk se kupton se kë femër ke në krah, duke ditur numrin e meshkujve me të cilët ka shkuar në shtrat. Nuk e kupton nga këto gjëra. Loreta mbaroj. Normali, lutem vllai, Loreta mbaroj. Nuk është e krason, nuk është thjesht thua pastaj ti mendimin tënd. Për mendimin tim është i parëndësishëm. Për mendimin tim është kështu, doja të thoja që një femër para se të fejohet ose të vendosë të martohet, duhet për mendimin tim të krijojë një herë eksperiencat e veta. Sepse ajo duhet të mësoj edhe si duhet të kaloj atë eksperiencën e flirtimit për shembull, atë flirtin duhet të kaloj atë dashurinë e parë që humbet ose duhet të kaloj flirtin te puna. Diana u shkëputa? Ja, Diana. Shiko, Albi mund të vazhdojmë se Diana do të doj pa kohë, ma mëna se zjat pa kur shkëputesh edhe të lidhesh prap. Mendoj që kemi që nuk dua ta kaloj temën jashtë fare kësaj gjë tash, po mendoj se kemi një problem, domethënë që unë shoh te shumica e femrave. Në qoftë se shikosh çfarë paralelizmi ndodh në shoqërinë tonë, po jo vetëm shoqërinë tonë, kudo në Gjermani, në Angli, kudo që ti jesh në rrugën e këtij globi. Kur një mashkull sillet si pler, edhe i trajton femrat në mënyrë të ligë dhe i përdor ato si vetëm si qenie seksuale dhe nga që ka pushtet, nga që ka një pozicion në një firmë, i detyron ato ti japin favore seksuale, të gjithë meshkujt e tjerë dhe jo vetëm meshkuj, po të gjithë bota e dënon këtë. Mund të ketë në fshatra të ku dëgjon të prapambetura, domethënë që thonë që mirja bëri, siç ato rasti që diskutuam herën e kaluar. Por në media apo në perceptimin publik ose ne grupi që jemi këtu për shembull, të gjithë dënojmë atë lloj mashkulli. Një femër që bën ndonjë të gjë nuk e dënon njëri, domethënë. Unë e dënoj, unë e them hapur domethënë, atë për atë që Alisa për shembull u shpreh çfarë që nuk e gjykon ose nuk e paragjykon. Unë në qoftë se nuk e gjykoj dot, se as nuk kam në pozicion të gjykoj njëri, po unë mendoj që një person i tillë nuk është i njëjtë me një person që nuk e bën atë gjë. Sepse është armë. Si mund të themi në të njëjtën kohë që është armë për të përdorur përfitime, po kur përdoret kjo për përfitime nuk duhet dënuar kjo armë, do të dënuar vetëm arma tjetër, domethënë është një çik double standard që unë nuk e di pse ndodh. Edhe mendoj se gjithë debati nga ana e femrave apo nga ana e feminizmit apo nga ana e progresizmit mund ta kuptoni si doni. Këtë do ishte më thjesht nëse disa femra duhet i ndanin disa gjëra pa drejtuar gishtin. Unë nuk po them të bëjmë gjyq publike me gura etj. As pak. Nuk jemi ne askush i për të bërë atë, plus ato janë idiotësira. Por ama duhet të bëjmë një dallim, sepse në qoftë se ne vlerësojmë në një lloj meritokracie, domethënë këta persona nuk kanë respekt për këtë sistem që ne kemi ngritur. Edhe kjo e dëmton shoqërinë, pavarësisht se ne mund të kthejmë syt nga ana tjetër, të them bëjmë çfarë dojë se është trupi vetë dhe ajo do jetojë me veten e vet. Por në të vërtetë nuk është aq e thjeshtë. Albi. Albi mund të thosh. Po, atëherë desha të them diçka në lidhje me atë që tha Alisa, do më fali Alisa se nuk kam replikën në mënyrë të drejtë për drejtë me mendimet e saj ose me atë që tha ajo, por kam replikën me ato që kam lexuar unë në internet lidhje me feminizmin dhe kam fjalën që ekziston një rrymë brenda feminizmit. Tani nuk i mbaj mend cilat janë autorët, po ekziston një rrymë brenda feminizmit e cila thotë që femrat kanë drejt ta përdorin seksin si mjet pushteti. Nëse ato arrin që të marrin një vend pune ose të marrin një favor në shoqëri, atëherë është më mirë le ta bëjnë sepse në një farë mënyrë është e drejta e tyre, është trupi i tyre dhe
tek i fundit mund të jetë edhe i farë drejtësie në lidhje me gjithë diskriminimin historik sistematik që është bërë atyre. Për mendimin tim kjo është e gabuar, sepse nuk mendoj se ky është një fuqizim i femrës. Domethënë, unë mendoj se prap bien në kurthin ose bëhen shërptore të kapitalizmit mashkullor, sepse femra ka dalë nga shoqëria tradicionale patriarkale ku ishte në një kornizë të rregullave strikte, një shoqëri e cila ndaq fetare, ndaq fshatare, çfarëdo që të ishte, vendoste atë e mbulonte edhe fizikisht. Ne kemi pa atë nuset me duvak ose nuk po du t'i futem tani edhe fesë. Dhe ka dalë nga kjo shoqëri dhe është fut në një shoqëri kapitaliste ku gjithçka është në shitje, edhe shpirti i njeriu. Edhe mendoj se është vënë në skllavërinë e shefit ose të bosit, i cili ka nevojë për femra të bukura gjithmonë. Nuk po i futem tani tregut të showbizit apo tregut të edhe më falni nëse po dal nga tema, po ne në Shqipëri kemi edhe femra që janë të shumë. Si? Ti lutem mos ndërprisni kur është dikush duke folur. Thjesht ngrini dorën dhe do ju jepet fjala. Vazhdoni. Po thoja që ka dhe femra të cilat politik promovojnë vetëm se janë të bukura. Domethënë unë mbaj mend një emision ishte Arjan Çani me Grita Dumën dhe i thoshte sa e bukur je. Çdo 5 minuta i thoshte sa e bukur je. Dhe asaj okay, bëj qefi. Mirë, po nuk më duket normale, sepse nëse do i shkoj një burr aty, një mashkull i lirë metas, do i thot ua sa i bukur je. Ti do bësh karrierë sa i bukur je. Nuk më duket normale dhe nëse shohim tani Grita Dumën, ajo ka hap një po themi agjenci ose një kurs të përmirësimit vetvetes ku ju mëson grave se si të flasin publik, si të jenë të paraqitshme të tjera. Por nuk është se ju mëson administrim publik ose ju mëson po themi ideologji politike, çfarë është e djathta, çfarë është shteti i vogël, çfarë është konservatorizmi fiskal për shembull. Kështu që unë mendoj se është e gabuar që femrat të përdoren si kukulla ose të përdoren si imazh ose të përdoren për seks ndaq nga punëdhënësit, ndaq nga njerëzit e pasur dhe nuk mendoj se duhet bëhen mish për top për kapitalizmin. Dhe edhe diçka të fundit desha të shtoj që unë në jetën time kam njoft vajza të cilat janë lidhur për interes me djem me lek, po kam njoft edhe djem të cilët janë lidhur me interes me vajza me lek dhe me vajza me i farë pozite sociale në mënyrë tillë që këta të kishin favore dhe të bënin përpara në jetë. Dhe nuk kam pas respekt për asnjë prej këtyre djemve. Edhe pse ata mund të kenë ecë përpara, por nuk e di. Për mendimin tim s'kam pas ne respekti. Më fal, nëse më vetëm lejon të më lejosh një replikë të shkurtër me Albin, edhe pse nuk është me Albin, po është, po themi me idet që kështu ndajmë. Unë jam dakord me ty, Albi, dhe unë nuk thash domethënë që e justifikoj apo kështu le të themi kështu e normalizoj në sensin që më duket një fenomen që është i preferueshëm për të ndjekur si le të themi kështu një vlerë jo morale, se s'më pëlqen që ta përdor atë, por një vlerë shoqërore e përbashkët e cila na bashkon, por fatkeqësisht apo fatmirësisht, tash ne nuk e dim atë, është pjesë e shoqërisë konsumeriste që ne jetojmë, edhe shoqërisë kapitaliste. Dhe unë do të kisha pas shumë dëshirë që të mos gjykoheshin as edhe një lloj forme se si një grua vendos që ta përdori trupin e vet. Qofshin edhe ato që janë gati të papranueshme edhe nga vetë unë. Edhe e kam një sfidë edhe me veten time ku unë, si thon amerikan, I challenge myself, e sfidoj edhe veten time që shumë shpesh, duke qenë se vi nga një background shumë katolik, nga një familje jashtëzakonisht katolike, e ndjej veten të sfiduar edhe jo rrallë dua që të them diçka edhe përmbaj veten time ose dua që të nëse katolike Maria Magdalena është shenjtore. Po pra, eksaktësisht për atë, dua që të them diçka dhe e përmbaj veten, dua që të mendoj diçka dhe e përmbaj veten dhe them që një sekond se jo gjithçka ka këtë metrik, pra
Dhe normalisht do kisha dëshirë që ta gjykonim të paktën në këndvështrimin tim në ato dy suazat që unë i përmenda pak më parë, që janë një weaponizing, pra armatizimi i fjalës, kur fjala denigruese ndaj grave përdoret si armë për to, dhe e dyta pastaj që është si preferencë jetësore apo life experience, që është një tjetër gjë. Shiko, Alisa, kjo pita është një çik shumë e vështirë për të kuptuar, domethënë se siç e thash, domethënë dhe gjatë gjithë kohës unë e provoj që e kam të drejtë që për në atë këndvështrim që në shumë e rrallë të gjesh një femër që e dënon një akt të tillë, sepse ne janë double standards, ne kërkojmë barazi, ne kërkojmë emancipim, kërkojmë të drejtat barabarta, mundësitë barabarta dhe çdo lloj gjëje tjetër, por nuk marrim të njëjtat hapa për të shkuar drejt kësaj barazie. Ti sapo e the, nuk mund të gjykohet asnjë femër. Më fal, për vetëm pse një person ka një organ gjinital mes këmbëve e bën çdo veprim që ajo bën në këtë rast, mos e gjykoj. Kjo është për mendimin tim e papranueshme. Jo, nuk ka të bëjë vetëm me gratë, kjo ka të bëjë edhe me burrat, domethënë. Domethënë, armatizimi i seksualitetit ndodh edhe te gratë edhe te burrat. Është shumë i shpeshtë, sidomos në shoqëritë tona patriarkale tek gratë, por kjo nuk do të thotë që nuk është prezente edhe tek burrat. Nuk e thash. Duhet të qëndrojmë pak pikës, domethënë që diçka që është e keqe, nëse i vlla është kriminal, unë nuk mund të dal tani të them jo, nuk mund ta gjykosh se është i vlla, e kupton? Kështu që ky tribaliteti që ne nuk duhet të gjykojmë asnjë femër pavarësisht se si e përdor ajo seksualitetin, është e gabuar, sepse ne kështu i mësojmë shoqërisë që, okay, ti vajzë dashur mund të mësosh, ti mund të jesh gjeni, mund të jesh më e mira e pozicionit tënd, por kjo tjetra është afërt, është e gatshme të shesi trupin e saj, edhe ne nuk mund ta gjykojmë atë, kështu që good luck. Pa çfarë, bëj çfarë duash, e kupton? Kjo nuk bën shumë sens për mua. Gjithsesi, Gazmendi ka fjalën. Ta marrë Diana. Ndoshta edhe Diana çose don. Okej, Diana, pastaj Gazmendi, pastaj Klara. Përshëndetje prapë, nuk e di në më dëgjoni. Se unë isha duke folur kështu duke mbajt fjalime, edhe ndërkohë mora vesh që nuk isha folur fare. Nëse një pikë që është shumë e rëndësishme për mua është kjo, mendimi im është që një femër duhet të krijojë eksperjenca. Domethënë një femër për mendimin tim duhet të krijojë atë flirtin, të ketë atë dashurinë e parë, të ketë atë hyrjen e zemrës të parë, të ketë ndarjen e parë, nuk e di, domethënë të ketë edhe një one night stand, për shembull, të ketë shumë gjëra të tjera përpara se të vendosë që të fejohet apo të martohet. Po kjo gjë është edhe për meshkujt, megjithëse meshkujt s'para fali në këtë pjesë, domethënë. Edhe doja të thosha që është shumë e rëndësishme kjo përpara se të martohet, sepse nëse një femër martohet, domethënë është ideja për çfarë i duhet një mashkulli, për shembull një femër e virgjër që është martuar dhe pastaj krijon lidhje paralele, apo dhe një mashkull që krijon lidhje paralele. Sepse nga pjesa që i ka munguar kjo eksperjenca, flirti, atëherë kjo bëhet më e bukur, më interesante. Edhe kështu kam idenë krijohen më shumë lidhje paralele në një martesë. Edhe për mendimin tim kjo është e gabuar, kështu që unë kam idenë që njerëzit duhet të krijojnë atë eksperiencën e tyre përpara se të vendosin që të martohen dhe të fejohen. Po prap kjo nuk është fundi i botës, sepse nëse një njeri për mendimin tim thotë që okay, ne nuk shkojmë më bashkë, atëherë duhet të ndahen dhe secili të shohë jetën e vet. Edhe kështu, domethënë, i qëndroj shumë kësaj pike që çdo njeri duhet të krijojë ato eksperiencat e veta përpara se të vendosë që të jetë në një lidhje monogame, edhe të vendosë që të thotë, okay, ky person më pëlqen nga të gjithë të tjerët. Sepse këto pastaj janë deficite që bëhen problematike për më vonë. Edhe me këtë, shpresoj që kësaj radhe më keni dëgjuar. Dua ta mbyll mikrofonin. Faleminderit. Mund të ndërhyj pak Bleon tash, se mendoj se kam replikën këtu për arsye sepse zonja Diana më shumë shkurt lutem, se kam trenda, shumë shkurt. Po patjetër, sa më shkurt.
desha t'i them tek ajo pjesa për atë ku martohesh me një prostitut apo diçka tjetër, domethënë mendoj se e ke keq kuptuar te kjo pjesa. Unë thash që njoh njerëz që janë martuar me prostituta dhe kjo është sepse e ka dashuruar gocën dhe nuk i ka interesuar se çka ka bënë më përpara, por që parimisht ai e ka ditë se kush është ajo. Dhe e di se ç'a profesioni ka pas etj. Dhe si përfundim po prap, nëse janë martuar. Duhet dalë te kjo pjesa tjetër që po thua që duhet ta ketë edhe eksperiencën të ketë në one night stand etj. Nuk mendoj që është gjithmonë e thënë që të kaloj gjithë këto eksperjenca që ajo të kuptoj se ç'a do. Unë mendoj se ka të bëjë shumë me të njohurit veten, së pari. Normalisht këto ndodhin, nuk ndodhin, është secili bën zgjedhjet e veta në jetë. Nuk mendoj unë që është duhet patjetër ta bëj, siç po thu duhet, nuk është kjo mënyra që duhet ta njohë dikush veten. Ka njerëz që janë dashuruar me shikim të parë apo janë dashuruar që të vegjël dhe kanë vazhduar atë dhe janë plak bashkë. Por që nuk është të thënë që patjetër të shkojë dhe të kaloj eksperjenca dhe të kaloj ato one night stand-et etj. Dhe duhet dalë te kjo pjesa. Kur bëhet pyetja se me sa shoh unë më vjen shumë keq që një pjesë keni pasur të bëni me meshkuj toksik apo me femra toksike. Më vjen shumë keq sepse kur dikush e bën, në rastin tim, nëse unë bëj një pyetje me sa meshkuj ke shku, nuk e bëj në sensin që ta di, edhe nëse janë shumë, mos merrem më me ty, apo nëse janë pak, okay, dakord, tjeru. Jo më valla, du ta di se me kë kam të bëj. Nëse unë po e pëlqej atë person dhe unë do kaloj jetën me atë person, presupozohet që me atë person unë do ndaj gjithçka. Do kem çdo lloj eksperiencë, çdo lloj historie. Prandaj edhe vim te kjo pjesa ku shprehen gjitha gjonat dhe mendoj se nuk ka si gjë të keqe për aq kohë sa nuk ka me një synim nga mbrapa që të kuptoj se ç'a do nga ajo gjë. Ermal, po nëse ajo të thot kam pas 12 meshkuj para teje. Dakor. Ç'a do bësh ti? Do t'i thuash jo? Nuk njihemi më bashk? Po këtë po them. Jo, Dajana, të lutem, sa po ta thaj që nëse personi i pëlqen, ai do e vazhdoj. Sapo ishte i qartë. Jo, nëse kjo pyetje bëhet për të arritur një lloj qëllimi nga mbrapa, dhe qëllimi nga mbrapa është për të kuptuar nëse duhet t'ja vlej apo jo, të vazhdosh me këtë femër dhe i gjithë kjo është vetëm me sa meshkuj ka shku, atëherë kjo është toksicitet mendoj. Ore, okay, se do të jap fjalën Gazmenit tani të dy, ju lutem mbyllni mikrofonin. Shiko, edhe pse as unë as ti nuk mendojmë ashtu normal, nuk do të thënë që duhet të gjykosh ti, sepse me sa di unë nuk duhet të gjykojmë asnjërin tash ç'a preferencash ka. Edhe nëse i filani nesër thotë që unë nuk martohem me ato, se ajo ka 12, do ta respektosh se është mendimi vet. Edhe ajo gocë nëse e shoh që ai nuk e pëlqen vetëm për atë arsye, thjesht duhet ta anashkaloj si fakt. Vazhdo Gazmen. Unë prapë po kthejmë te madhësia e rrethit, edhe është shumë e rëndësishme se kjo e determinon se sa do të zgjas një lidhje. Në rrethet e ngushta, në rrethet e vogla, kemi tendencë me pas një hyrje në lidhje shumë të ngadalshme dhe në lidhje shumë të gjata, ndoshta që zgjasin të rjetën nëse kanë fat. Në rrethet e gjëra, në qytete, por nuk ka të bëj rrethi domosdoshmërisht me qytet, por rrethi njerëzve me cilët mundesh me qenë në komunikim. Lidhjet e sotme, kontemporane, janë shumë të shkurta dhe fillojnë shumë më shpejt, sepse nuk mundesh për shembull në New York ose në Londër me pa 100 herë të njëjtin person derisa të mendohesh ti a me dal apo mos me dal. Domthon duhet të shfrytëzohet rasti dhe të çohet deri aty ku mund të çohet lidhja. Prandaj po them që dallimin mes këtyre dy fshat dhe qytet për me i ra mashkull është shumë më i madh se sa që aktualisht dhe që s'mund të flasim për të dyat njëkohësisht. Sepse në rrethet e gjëra vërtet për një kohë ta zon 5-6 vjet, eksperiencat që mund t'i ketë dikush për shkak të dallgëve të jetës, domethënë askush ndoshta nuk ndahet për çef, por mund të jenë eksperienca ndoshta të një nate, të një muaje, një
6 mujore, një vit, ndoshta edhe me qenë 15 vite munda, sepse janë dalë të tjera tjetës që janë në rrethet ku ka më shumë njerëz. Prandaj janë dy pyetje të ndryshme dhe dy çështje të ndryshme, a jeton në rreth të gjerë dhe çfarë moshe ke, dhe a jeton në një rreth të ngushtë. Mund t'i futemi dhe pak më vonë kësaj pjese, si ta mbajmë pa u shpërndar të rrethit, ta mbajmë bisedën një herë këtu. E kemi kalojmë herë te Klara dhe pastaj te Mlazim ose Miazim, nuk e di. Po Klara një herë edhe pastaj tjetri. Mlazim Krasniqi. Është personalitet. Po gëzohem që e kam këtu pra. Okej. Unë në fakt si fillim, duke qenë se u folën shumë gjëra dhe u shpërnda pak tema, po duke u nisur pak nga ajo që tha Ermali, doja personalisht t'jepja mendimin tim për pjesën se sa ndryshim ka në një fillim marrëdhënie ose një raport mes dy personave, sa ndryshim ka pjesa kur mashkulli në këtë rast vendos t'ja bëj këtë lloj pyetje vajzës, mbase që në fazën ku kërkon të marrë informacion si të tipit çfarë pune bën, ku jeton, çfarë familje ke etj. Me radhë, që më duket problematike për të bërë si pyetje, dhe sa ndryshim ka me pjesën kur po dilni, po e njihni njëri tjetrin dhe vajza e krijon besimin dhe vendos vetë që të tregoj disa nga eksperiencat e veta të kaluara. Pra, ka të bëjë shumë edhe mënyra se si merret ky lloj informacioni, pra. Për këtë arsye më duket problematike pjesa e parë. Nga ana tjetër, së dyti, doja të thoja që mendoj se u përqendruam shumë tek femrat, po mendoj se edhe meshkujt kanë ato sfidat apo problematikat e tyre, meqense po flasim për shoqërinë shqiptare apo kudo, s'ka rëndësi. Thjesht mendoj se natyra e problemit ndryshon në vetvete dhe këtë e shohim, meqense po flasim për seksualitetin, e shohim fiks tek momenti që na pëlqen apo s'na pëlqen, për djemt konsiderohet si një lloj arritje, nëse ka pasur shumë eksperienca me shumë vajza, pra shihet si diçka bravo të qoftë, ja dole, ndërsa për vajzat kjo është komplet e gabuar dhe gjithmonë shihet me një lloj paragjykimi që nuk duhet të jetë në këtë rast, sepse siç është tha dhe Dajena pak më parë, domethënë edhe nga mënyra se si e shprehim, që vajzat mund të bëjnë ç'të duan me trupin e tyre. Mendoj se njerëzit mund të bëjnë ç'të duan me trupin e tyre, të kenë ato eksperiencat e tyre. Ne jemi në një akoma, sado vitet kalojnë, jemi në proces mësimi, jemi në proces të njohjes së vetes sonë, të njohjes së seksualitetit. Shumica prej nesh, të paktën flas për veten, nuk e dim çfarë duam akoma, jo më të flasim çfarë është e drejtë apo e gabuar. Por mendoj se ndikon shumë edhe pjesa duke nisur që nga fëmijëria, sepse po e mendoja tani pak me veten që një lloj irritimi mund të vijë edhe nga pjesa, nuk e di sa për jush, unë personalisht kam një vlla që është më i madh se unë dhe që e vogël mua më tregoi që shumë gjëra nuk mund t'i bëja, ndërkohë që vllai im mund t'i bënte, ku di unë, të dalësh të luash deri vonë, të mos japësh llogari. S'ka probleme edhe nëse merr notat këshia, pra pritshmëritë që në fëmijëri apo ai presioni ka qenë i frikshëm, edhe mua më dukej pa drejt pavarësisht se nuk e kuptoja arsyen atëherë. Por duke e hequr pak pjesën e po them të qyteteve si Tirana, po them kryeqyteti që është pak më i zhvilluar, pjesa më e madhe e shoqërisë shqiptare, sidomos për vajzat, mendoj se ekziston një presion jashtëzakonisht shumë i madh që në vegjëli. Pra, nëse marrim vajzat në adoleshencë, meqense po fokusohemi te pjesa e ndershmërisë në thonjza, është një presion, po ta mendojmë, është një peshë shumë e madhe që vajzat mbajnë për të ruajtur në thonjza të nderin e familjes, që e dim shumë mirë shpërthimet hormonale që kanë gjithë njerëzit në atë moshë. Edhe kjo krijon një lloj frustrimi të jashtëzakonshëm që mendoj se pak a shumë një pjesë e mirë e jona mund ta ketë provuar deri në far pike, sepse me thënë drejtën nuk mendoj se jemi të gjitha aq me fat që të kemi pasur prindër të komunikueshëm,
që na kanë kuptuar, që na kanë dëgjuar, të shkolluar e tjera me radhë. Mendoj se kjo pjesë ka ardhur edhe pak nga vetënjoja, domethënë me forcat tona, nëse mund ta quaj kështu. Por pjesa më e madhe fatkeqësisht nuk e kanë këtë lloj fati. Dhe tani të shkojë një vajzë aq e vogël, pa e ditur fare se çfarë do, pa e njohur veten e saj, edhe ta ketë atë martesën e parë për hir të faktit se do ruaj nderin e familjes së vet, ta ketë si eksperiencën e parë, pa e ditur fare se çfarë ajo do, kjo është e tmerrshme. Edhe pasoja do duken më vonë. Ne e pam konkretisht edhe te rasti i asaj vajzës nga Librazhdi. Domethënë, në një moment apo në një tjetër do shpërthej ajo pjesa që ka brenda vetes, kushdo prej nesh, dëshirat që ka, gjërat e reja që zbulon. Prandaj është fare e pashëndetshme dhe prandaj mendoj se është nuk po më vjen termi tani, po mendoj se njerëzit e kanë të nevojshëm të kenë eksperiencat e tyre dhe vajzat në këtë rast. Prandaj unë nuk e pranoj dot që dikush të më bëjë një pyetje të tillë. Çfarë do lloj ideje të mund të ketë personi nga ana tjetër që po bën pyetjen? Mendoj se informacioni, nëse do të merret informacion që për mua është fare i parëndësishëm, por nëse do merret si informacion mund të merret në një mënyrë më të zgjuar, sepse e kuptoj që ka shumë njerëz që janë kurioz, ka shumë njerëz që kanë arsyet e veta pse duan të kenë një krah një X vajzë me një lloj eksperiencë të tillë, mendoj se futet pak edhe preferencat personale në këtë rast, por që është ofenduese si pyetje është shumë, edhe prandaj duhet bërë shumë kujdes me terma. Prandaj dhe ne jemi këtu për të diskutuar, nga që është aq ofenduese dhe aq e vështirë për të diskutuar. Tashi profesor Miazimi ka fjalën, unë personalisht kërkoj ndjes për paditurinë rreth personit tuaj. Fjala për juve. Faleminderit Blan, ky profil është gjysmë parodi. Me gjash nuk njihemi, po me këta tjerë sa do pak kemi diskutuar, sidoqoftë lidhur me këtë pjesën, unë faleminderit zoti Adil. Faleminderit Nikol. Po mendoj njerëz janë martuar dhe në të kaluamën, edhe duhet pa nga konteksti historik, nëse duam të flasim për raportet shoqërore që kemi patur, qoftë edhe raportet mes dy gjinive, përfshi aty këtë që u diskutu pak a shumë në të afërsi. Okej, e hoqëm. Nuk kemi nevojë ta lejojmë personat e tjerë. Se ne kemi të vështirë ta sjellim këtë bisedën me këta persona që jemi plakove, ne po kemi vështirësi të jemi në të njëjtin hap bashkë dhe jo më persona pasaj që janë radikal, siç është individi i njohur që edhe në herë të tjera është futur dhe ka prishur bisedën. Është profil falso, domethënë, që ta jemi këto. Mendoj se duhet edhe një mendim i tillë, Blo. Jo, nuk duhet. Jo si ai Irma, është një debat me atë individ bëj herë tjetër, Shkojmë me resi, shkojmë tutje për mendimin tim, mos japim. Jo më doja jap rëndësinë se ishte përderisa ishte aty, ne grepin e hëngrëm që e hëngrëm. Unë atë personin debatoj vetë personalisht, domethënë. Nuk diskutohet fare kur çdo gjë që doj, po jo në një seancë të tillë ku ne po diskutojmë në një mënyrë sado civilizuar që mund ta arrijmë. Japim zonjës fidanishte, ku dëgjon, se lexoj dot të gjithë. Fjala për ju. Lexoj se nuk është aq e vështirë. Aty e ke po të klikosh. Nuk ju kam ndjek që në fillim se isha e zënë, po desha të them që përderisa ajo pyetja për të ditur Formuloja pyetjen. Po, ndihmon nëse ma formulon pyetjen. Atëherë pyetja është edhe një herë se dua ta them gabim. Zonja Finigan. Tani, pyetja është pak vulgare. Pyetja ishte me sa është numri që duhet, sa është numri i partnerëve që të ketë një femër që të mund të quhet kurrë nga shoqëria apo nga individi etj.
Si e kupton ti këtë pyetje dhe cila është përgjigjja nëse ke një? Unë termin kurv nuk e përcaktoj fare, nuk e përkufizoj fare me numrin e partnerëve, për mua nuk ka të bëj fare. Më dëgjoni tani? Unë dëgjoj shumë mirë. Okej. Për mua termi kurv nuk ka lidhje fare as me numrin e partnerëve dhe as me gjinin. Po vetë nuk e lejoj asnjëherë që të ma bëjnë këtë pyetje, i vetmi rast që unë do të diskutoja për gjëra të tilla do ishte nëse unë vetë kam dëshirë ta ndaj këtë informacion me dikë, ose në rastet që më duket e pranueshme të flitet për partnerët e shkuar, do ishte kur duhet informacion të tipit për shkak të sëmundjeve seksuale ose gjëra të tilla që kanë të bëjnë me shëndetin e njeriut. Në ato raste, mund të diskutosh për disa gjëra, përndryshe më duket fare pa rëndësi që të flitet. Mund të flitet për një lidhje e cila ka qenë e rëndësishme për ty, që të ka lënë shenja në jetë, po për eksperienca të kota dhe të parëndësishme, mendoj që është shumë ofenduese të diskutohet. Kjo, dhe unë me një partner nesër pas nesër, kam dëshirë të di nëse ndonjëherë ka patur ndonjë sëmundje, infeksion, gjëra të tilla, ose një lidhje që ka qenë shumë e rëndësishme për të dhe më intereson ta di sepse mund të ndikoj në të ardhmen e marrëdhënies time me të, përndryshe as nuk dua të di edhe nuk dua të më pyesin. Kjo është, po termi kurv për mua ka të bëj me sjelljen e njeriut, jo në lidhje me seksualitetin. Vazhdo, Albi, mund ta bësh pyetjen e dëgjova. Atëherë, Resi, jam dakord me ty, unë kam një pyetje, sepse vajzat ose femrat që i njohim në jetën e përditshme, nuk është se nuk janë të interesuara për jetën seksuale ose më mirë sentimentale, të themi, të meshkujve, dhe ato kanë nevojë për informacione. Për shembull, nuk e di se sa mund të ketë qelluar ty, por mund ka qellu që vajzat pyesin sa ka zgjat lidhja jote e fundit, ose sa lidhje serioze ke pas gjatë gjithë jetës, ose kur ka qenë lidhja jote e parë dhe sa ka zgjat. Dhe me anë të këtyre pyetjeve ato kuptojnë pak a shumë se çfarë personaliteti je, a je në ai lloj fuckboy, apo je person i papjekur, apo je adoleshent i përjetshëm, apo je person që ka pas disa lidhje serioze që nuk i kanë funksionuar dhe ajo mendon që të ketë një të ardhme për ty. A mendon se mund t'ja bëj edhe një mashkull një femre këtë pyetje në këtë mënyrë si po e formuloj unë? Po, më duket normale, sepse nuk mendoj se kjo pyetje bëhet me qëllim paragjykimi. Kjo pyetje bëhet me qëllim për të njohur personin tjetër. Për shembull, më duket shumë normale që të pyesësh nëse kanë patur një lidhje të rëndësishme. Unë personalisht mendoj që e kam shumë të thjeshtë ta shikoj se çfarë qëllimesh ka personi tjetër kundrejt meje, në mënyrën se si e nis njohjen, edhe çfarë kërkon prej meje. Po kur bëhet fjalë për një lidhje potenciale që ti mund ta shohësh si diçka më afatgjatë, mendoj është shumë normale me pyet edhe sa ka zgjat, për të parë nëse ky person është person që mund të ketë nesër pas nesër është i gatshëm për commitment, që se di se si është. Po, është shumë e qartë. Unë mbaj komplet njëjtën mendim me këtë. Nëse është person që është i gatshëm për një lidhje afatgjatë ose jo, nëse di ta mbaj një lidhje, nëse ka një eksperiencë në një lidhje, këto janë gjëra që dua të di nëse është person që tradhton në një marrëdhënie ose jo, si e shikon një lidhje, si e koncepton, çfarë rregullash ka në një lidhje, çfarë pritshmërish ka. Këto janë gjërat që mua më interesojnë, nuk më intereson se me sa goca ka fol, me sa nuk i ka hec, me sa ka njoft një javë apo 2 javë apo ku ta di unë. Këto janë
fare parëndësi për të ardhmen që ai person mund të ketë me mua. Edhe gjithashtu nuk më vjen keq nëse më pyesin dhe zakonisht i ndaj vetë këto gjëra pa më pyet. Po kur bën pyetje të tipit sa ke pas ose ku diun me sa ke dal ose kështu, mendoj niset nga një vend paragjykimi, sidomos kundrejt femrës dhe zakonisht i mbaj larg këto persona që në momentin që ma bëjnë këtë pyetje. Bravo, Resi, tani që të drejtohem në emër, sorry për çfarë. Unë kësaj që të theti tani, domethënë nuk kam as çati heq as çati shtoj, jam komplet i të njëjtit mendimit. Edhe mbase edhe mënyra se si u paraqit pyetja nga ana Albit më duket se nuk ishte fiks për atë përgjigje që dhe ti edhe pavarësisht se nuk u duk ashtu e formuluar që normalisht po flasim për një individ që ishte interesuar për diçka më shumë dhe jo për dikë që e shef në autobus. Për shkak normalisht nuk ka asnjë lloj detyrimi të përgjigjesh asnjëri me asnjë lloj përgjigje, edhe nëse të thash ora mund të thuash jo, nuk ka asnjë lloj problemi. Ama pyetja më e mirë për mendimin tim do ishte se pse ne si shoqëri, se këto pyetje përgjithsisht vijnë nga shqiptarët për shqiptarët. Këtu ku jetoj unë nuk më ka rastis kurrë që ti dëgjoj këto lloj pyetjesh. Pyetja më e mirë për mua do ishte se pse ne përgjithsisht jemi kaq të pasigurt dhe ndihemi sikur e kemi atë të drejtë të bëjmë pyetje kaq personale personit tjetër dhe nga vjen kjo pasiguria, sidomos e meshkujve shqiptar që duan të dinë edhe gjërat që nuk i takojnë t'i dinë dhe ndërhyjnë kaq shumë në jetën personale të një personi që ndoshta edhe nuk e shohin si një partner potencial të ardhshëm, por duan patjetër të hynë kaq shumë në intësi, në gjërat intime të personit tjetër. Nga vjen kjo pasiguria jonë si shoqëri. Kjo mendoj për të diskutuar. Rreth të shtoj diçka të lutem se ti thoj pasigurisht se shoqëria jonë, po trendi më i fortë në YouTube në të gjithë perëndimin, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britani është body count questions, e kupton? Edhe për ta lidh me pak që diçka që përmend çfarë, unë ndaj në një përqindje të vogël njëjti mendim me Ermalin që numrat ka rëndësi. Jo s'ka rëndësi. Çdo gjë ka rëndësi. Kafja që piti në mëngjes ka rëndësi, në çajin e zgjohesh në gjumë, çdo gjë ka rëndësi. Nëse ti je dëshuruar me atë personin, nëse ti e shikon atë person që do të shpenzosh jetën, çdo gjë më e vogël, edhe kur i pret thonë ndarka po mëngjes ka jashtëzakonisht shumë rëndësi. Mënyra se si interpretohen apo kriteret që i vë ti atij personi ose mënyra se si ti zgjedh të sillesh rreth atij personi, kjo është një tjetër gjë dhe kjo është diçka që është komplet subjektive dhe varet vetëm ekskluzivisht nga marrëdhënia mes dy tipave. Një replik të vogël që nuk e bëra aq parë se do bëj gjullërdi e madhe ishte me Dajenën që fatkeqësisht është larguar, ishte që duhet i ketë eksperjenca. Nuk është e vërtetë. Në rastin e përgjithshëm, kohrat kanë ecur në një mënyrë të tillë që femrat i është dhënë më shumë liri të cilët i takon, jo se ja japim se kush e di ç'është, thjesht i takon. Edhe ka pasur hapësira vitet e fundit që të ndryshojë edhe të kujdeset më shumë për veten e vet. Por ne duhet të bijem një herë dakord gjithë bashku, sepse deri diku ne jemi të njëjtit mendim që kjo fjala kurv nuk është më si fjala kurv që ishte në vitin 60. Unë po ja lejoj vetes juve, nëse ju bezdis, ju kërkoj ndjes, po ja lejoj vetes se duhet për kontekstin, nga që jemi vetëm në audio dhe jo video. Nuk është e njëjta fjalë. Më përpara, siç e shpjegova, domethënë mund të ishte njeriu më i mirë në botë, por nëse mund të tradhtojë ose mund të kishte 2 partnerë, 3 partnerë, isha automatikisht e tillë. Kurse sot nuk është një njëjti konotacion. Kjo përdoret edhe në mënyrë negative, nuk diskutohet, Klara e ka thënë pak më përpara që nga që ka marrë një kuptim tjetër, përdoret edhe në mënyrë negative duke qenë se meshkuj ignorant ose popull zakonisht ignorant, edhe femra, jo vetëm meshkuj, edhe femrave të suksesshme ose femrave televizionit ose Grita Dumi që përmendi Albi për shembull i vën epitetin kurv direkt, domethënë. Normalisht kjo është zakonisht shumë negative dhe këtë nuk kemi nevojë ta diskutojmë më.
Por pyetjen do ta bëj edhe ty Resi si vajza e fundit për t'ia bërë këtë pyetje se nuk e di ishte këtu apo jo kur ja bëra Alisës. Tani, shembulli laboratorik ngelet i njëjti. Nëse dy femra aplikojnë për njëjtën punë dhe në krye i personi në krye është një mashkull i pa fytyrë që e përdor pushtetin e tij për të marrë favore seksuale në këmbim të njëritje në detyrë. Një nga këto femra është aftë, nga ana që është e aftë është eksperte, kurse tjetra është e gatshme të japi favorin seksual dhe kështu i merr punën. A mendon ti se këto janë të dy personat ose në këtë rast laboratorik të dyja femrat janë i të njëjtës standard, janë të barabarta ose janë të njëjta, kanë të njëjtën mirësi moral, vëre epitetin se të duash se nuk dua të vë fjalë në gojë, domethënë më mirë shpreh vetë si e percepton ti. Kjo është pyetje me përgjigjen që e ka brenda. Nuk e kuptoj. Njëra është e aftë, kurse tjetra përdor favoret seksuale për të arritur diku, apo jo? Është kjo pyetje. Po. Nuk kam si t'i vendos njësoj kur njëra është e aftë dhe meriton atë post dhe tjetra është një viktim e prap e këtij sistemi dhe e meshkujve. Nuk mendoj që kjo është fuqizim i femrës që të përdori seksualitetin e saj për të arritur. Po cila është më shumë viktimë? Ti më fal? Jo që pranoi favorin apo ajo që nuk e pranoi dhe humbi pozitën. Cila është viktima më e madhe? Të dyja. Është viktima e një sistemi patriarkal që deri vonë ka funksionu kështu dhe funksionon ende kështu. Të dyja janë viktima. Mua nuk më duket fuqizim që femra ta përdori seksualitetin e saj në pozita pune apo ku di unë. Që nuk jam dakord, nuk më duket e moral që dakord është trupi i saj bën çfarë të doj, por dalim tek ajo, te çfarë quaj unë kurvë, unë quaj një që i shfrytëzon njerëzit. Për shembull, kjo është një dhe nuk është se ka të bëj shumë me seksualitetin e saj, po ka të bëj me atë që bën pa drejtësi. Edhe s'kam si t'jem dakord. Do të thënë do e kisha shumë më të pranueshme nëse dikush bën çfarë ti do i qefi vet dhe nuk i bie në qaf njeriut, nuk bën asnjë lloj padrejtësie, sesa dikë që përdor çfarë do lloj gjëje, në këtë rast është trupi i saj për të arritur diku duke bërë padrejtësi kundrejt dikujt tjetër. Për këtë s'më duket e drejtë. Po, edhe një pyetje të vogël të fundit dhe pastaj do ta kalojmë fjalën Klarës. Në qoftë se një aferë e tillë, vazhdojmë akoma me shembullin laboratorik, në qoftë se ky individ që shfrytëzon në punëset e tij seksualisht për t'i dhënë poste kapet. Afera shpërbëhet, ky kapet, dënohet sepse i ka detyruar ato të kryejnë favore seksuale. Personi që ka përfituar atë postin nëpërmjet seksit duhet ta humbi postin sipas teje? Patjetër që po, përderisa nuk ishte i Zotit ta fitonte këtë post me zotësinë e tij dhe me profesionalizëm. Kjo është e qartë, besoj. E qartë është vetëm me ty dhe unë jam, domethënë jam thjesht me zogj me trëndafila tash që është dikush që mendon në të njëjtën mënyrë si unë. Japim fjalën Klarës pastaj Elmalit. Në fakt doja të ndërhyja pak më parë vetëm për të shtuar diçka të vogël në lidhje me atë që po thoi Bleon së bashku me Ermalin. Në fakt dua të citoj një psikoterapiste, nuk e di sa e njihni, Ester Perele ka emrin. Duket është autore librash, nuk është se e njoh shumë mirë, por ka bërë një shpjegim që për mua ka bërë sens për sa i përket pjesës së partnerëve apo monogamisë në këtë rast. Edhe shpjegonte në një intervistë që dikur një individ quhej monogam në momentin kur kishte një partner edhe për të gjithë jetën, ndërsa në ditët e sotme, dhe besoj bijem dakord të gjithë, në kohët e sotme dikush quhet monogam nëse ka një partner për aq kohë sa zgjat lidhja.
Pra ti je monogam në të gjitha lidhjet e tua që ke pasur. Domethënë tregonte se si kohërat ndryshojnë, domethënë edhe perceptimet tona në të pavetdijshmen tonë ndryshojnë edhe sa gjëra janë të pranueshme sot që nuk do ishin të pranueshme dikur. Domethënë për nga natyra njeriu nuk është qenie monogame, domethënë monogamia është një zgjedhje në këtë rast, domethënë unë zgjedh që të jem me këtë individ, të krijoj të ardhmen time për aq kohë sa zgjat. Kështu që për këtë arsye nuk mendoj se jemi në atë kohë tashmë që ose nëse do jetonim në vitet e kaluara do kishim këtë lloj mendësie që kemi sot. Edhe për këtë arsye ngul këmbë akoma tek kjo pjesa që ka ardhur koha t'i lëm pas disa gjëra, pavarësisht preferencave personale që ka gjithë secili. Prandaj doja të ndërhyja që mund të ketë rëndësi për ty, po për çfarë? Unë këtë nuk kuptoj. Kur ti thua për mua ka rëndësi, për çfarë? Ja ta them unë për çfarë ka rëndësi. Unë nuk e di, unë po njihem sot edhe nuk e kam ditur fare ekzistencën tënde më përpara. Ku qëndron interesi yt? Domethënë çfarë ke ti në dorë për të ndryshuar? Dhe nëse përgjigjja jote është që ajo çka mund të ndryshoj është vazhdimsinë e njohjes son, atëherë këtu qëndron fiks pjesa ofenduese për mua. Po flas tani do që të përgjigjem përgjithsisht për meshkujt apo do të përgjigjem si Bleon? Si të duash ti, e mbylla. Si duash ti, domethënë ti e bëre pyetjen, ose përgjigjem si Bleon ose përgjigjem në psikoanalitik, sorry. Zgjidhje. Përgjigje për të dyja, po mua më intereson më shumë pjesa jote. Okej, po përgjigjem si Bleon përpara. Ashtu, si se shoh unë gjën tash. E para fare nëse për mendimin tim një femër që është e njëjta moshatare si mua, që është 26 vjeç, që ka më shumë se 5 partner, fillon edhe me lindjen pak më dyshet dhe jo sepse ajo ka pasur marrëdhënie seksuale. Kjo nuk luan rolin e rëndësishëm. Rolin e rëndësishëm për mua e luan psikologjika e njeriu. Interesi mbas marrjes vesh të informacionit do jetë që okay, nëse kanë qenë kaq shumë lidhje sa kanë qenë, pse kanë mbaruar këto lidhje? Sepse është një kohë e shkurtër për mendimin tim për të pasur lidhje. Unë jam një person që çdo lidhje që kam pasur unë kam pasur disa, se nuk më kanë ecur fatkeqësisht, por gjithmonë kam nisur për një qëllim dhe një qëllim të vetëm, edhe pa dashur ta anashkaloj. Edhe nëse një person i tillë që i kanë nisur prapë një atë lidhje nuk i kanë ecur, unë do dua ta di që pse kanë përfunduar. Domethënë që po kuptoj. Më fal që të ndërpres. Nuk është e thënë që të kenë qenë me do e mos lidhje, mund të kenë qenë thjesht partner seksual. Jo, po nuk pëson partnerin seksual, kështu që nuk më intereson fare, domethënë. Po këtu konsiston pyetja. Po nuk më intereson partner seksual, unë kupton eksperjencat, edhe ajo është një eksperiencë. Po, unë nuk e konsideroj fare një vajzë për shembull që ka ato lloj pikpamje për jetën, pavarësisht se respektoj vetëdimin e saj, po sepse unë jam i vetë personi i tillë që unë vetë si Bleon nuk i krijoj lidhje të tilla, nuk kam marrë pjesë as në one night stand as për eksperjenca tek seksuale. Edhe duke qenë i tillë vetë, unë nuk kam pse domethënë standardin që unë mbaj ndaj vetes ta ul për dikë tjetër. Unë gjithmonë mbaj gjithë personat në të njëjtin nivel me veten, as më shumë as më pak. Diçka që unë nuk doja kërkoja vetes, nuk doja kërkoja asnjë njeriu. Nuk mendoj se kjo është një standard i ulët, me thënë drejtën, po mirë, okay. Çfarë më bën përshtypje? Ermali, të lutem Ermal, do ta jap fjalën për Zotin, do të lë të flasësh se ke folur më pak nga të gjithë, po dua ta mbaroj përgjigjen, të lutem. Do ta jap fjalën ke 5 minuta neto. Ashtu dhe kjo pjesa që si perceptoj unë si individ. Për mua ka rëndësi të kuptoj dhe sa aftë ka qenë ky person një marrëdhënie. Domethënë çfarë mund të më ofrojë ky mua në të ardhmen dhe çfarë mund t'i ofroj unë kësaj. A ka kjo dëmtime, janë për fajin e kësaj apo janë për fajin e partnerit ose ku dëgjoj unë. Këto të gjitha janë gjëra që duhen analizuar sepse në fundit unë nuk e shikoj lidhjen edhe marrëdhënien edhe pse ndodh që ndahen. Nuk e shikoj asnjëherë për shkak se thonë ju që okay, nesër pas nesër divorcohen, secili të vazhdojë jetën e vet. Jo. Unë e shikoj në mënyrën në momentin që unë vendos të martohem, nuk kam fjalën divorc as nuk do
do ta censuroj madje edhe në televizion, se për mua është çdo gjë një betejë, mbasi unë kam marrë vendimin për të martuar. Nuk e shikoj më si opsion fare, thjesht janë probleme që duhen zgjidhur edhe duhet maturohesh. Edhe fëmijët kur zgjen me një tjetrin ikin dhe nuk flasin. Adultët duhet të bashkohen dhe të zgjidhin problemet. Pjesën e meshkujve pastaj, për masën dërmuese të meshkujve, të thoj se cili është numri, sepse si mashkull ti do ta dish, sepse do vesh në një bar, do vesh në një kafe. Kjo është absurditeti, kjo është pika më ulët e mundshme. Edhe në qoftë se eksi është atje, ajo do ndihet jo komode. Ti do ndihesh keq në qoftë se nuk e di, se do krijohet një situatë komike, por në qoftë se ti e di, mund të thosh, "Ok, zemër, mund të vëm diku tjetër ose mund të ndryshojmë ose etj, mund të sillesh në mënyrë humane që të anashkalosh pak kënaqësitë dhe situatat e këqija gjatë çdo lloj gjëje. Edhe ka shumë arsye të tjera, Klara, që unë do vazhdoj të them se i kam shënuar në letër, nuk do t'i harroj, por do t'ja jap fjalën Ermalit se nuk e kemi lënë asnjëherë të mbaroj deri në fund, edhe ju lutem të mos ndërprisni sa ta shprehi të gjitha çakat e qypi. Jo, pa me raplon se nuk do të zgjash shumë, pavarësisht, domethënë, përveç kësaj pjesës që po diskutojmë, po e shoh Klarën që edhe këta tjerët që nuk ka pse e bën këtë pyetje, nuk ka. Juve po silleni me një mënyrë, domethënë që ne e thoni që për Juve nuk ka rëndësi se sa partner ka pas apo me sa ka shku, por ne nga ana tjetër nuk doni edhe të jepni përgjigje. Unë nuk e kuptoj, përderisa nuk ka rëndësi, ku qëndron problemi për të dhënë përgjigje? E parë, e dyta, me sa duket, kjo gjë pas ka rëndësi edhe për Juve. Atëherë, përse Juve e keni kaq problem të thoni diçka, domethënë, të thoni një domethënë se si ka Ermal Alo, po dëgjojmë tash? Klara, po dëgjojmë tash? Nuk po të dëgjoni mirë, tani po. Okej. Ajo që po thosha ishte, përderisa Juve nuk e keni problem dhe nuk ka asgjë të keqe, siç e shprehni, domethënë që dhe mashkulli që e bën këtë pyetje është një, le ta themi, ignorant, i pa informuar mirë. Juve pse nuk e jepni përgjigje? Kjo është pyetja. Ku qëndron? Mund të them vetëm diçka vetëm se po pres të flas. Vazhdo Klara. Pastaj do e mbyll. Vetëm do t'i them Ermalit, nuk e di se sa i vëmendshëm je kur flasim, por unë e thash pak më parë dhe tu përgjigja aty konkretisht më parë, që nuk e përmenda në asnjë moment që është problem për mua apo mendoj në përgjithësi për vajzat për të shprehur për diçka të tillë, por nëse unë vendos që të hapem ty dhe të tregoj eksperiencat e mia, nuk ka asnjë lloj problemi. Edhe mund ta bëj më, besoj. Problemi qëndron kur kur them ti, nuk po të drejtohem ty personalisht, por problemi mendoj unë qëndron në momentin që e vendos si kusht që unë duhet ta di këtë informacion, se ndryshe në bazë të përgjigjes që ti më jep, varet a do vazhdojmë të njihemi ne apo jo. Kjo është, unë jam e para që nuk du pastaj të vazhdoj të njihem me ty. Më kupton ku është ndryshimi, nuk e thash në asnjë moment që e kemi problem për të shprehur apo për të treguar diçka të tillë. Kështu që mos i deformo fjalët, lutem. Nuk po i deformoj fjalët, po nga mënyra si po shpreheni, domethënë që bëni kaq, si më thon, kaq tragjike, le ta themi, në këtë pikë. Kur shumë mirë ti po bisedon me dikë, ke kalu goxha kohë, përderisa ke arrit deri në këtë pikë sa po bisedon dhe po konsumohen tema të tilla, e ke njoft atë njeri, unë e di se kush është dhe ndjehesh i lirë për me fol me atë njeri. Dhe momentin që bëhet kjo pyetje, i bie që ju e merrni, domethënë mënyra si po merret është gjithmonë sikur po merret me toksicitet. Kur nuk ka asgjë të keqe, mund të flasësh, mund të informohesh rreth personit që ke, se ti do kalosh jetën, po them. Po plako të dyja anët që diskutojnë. Më vjen shumë keq, normal nuk e thash fare atë, po megjithatë nuk dua të bëj replika gjatë gjithë kohës, kështu që mund të flasin edhe vajzat të tjera se. Jo, mos ka problem, mund bësh replika sa duash, si të japim. Po sa po ja dash përgjigjen dhe nuk e kuptoj pse. Rregull. Unë dua të them diçka të fundit te kjo pjesa e këtij pyetje si thotë Ermali, domethënë unë mendoj që përkundër këtë pyetje, në qoftë se personat kanë interes me një tjetrit, është gjë shumë e mirë që të bëhen, sepse ka dy gjëra, të dyja palët përfitojnë. Pse përfitojnë të dyja palët? Sepse në qoftë se i mashkull për shembull nuk do të jetë me një femër që ka pasur, ashtu e ka ai standardin. E kupton? Ashtu atë lloj standardi i ka vënë vetes ai. Për shembull, edhe okay, nuk do vazhdoj.
Nëse kjo femër ka problem që çka që ky mashkull që vetëm pse un kam partner edhe ky nuk do të më njohë, edhe ajo fiton. Çfarë problemi ka këtu? Të dyja fitojnë, se shmanget dikë që i ka vlerat diku tjetër që nuk i ka vlerat njëta me të. Kështu që nuk humbet asnjë palë nga kjo. Po thjesht duhet të jetë takt, duhet të jetë mënyra e shprehur. Tani të japim fjalën A mund ta marr unë? Po, Gjeni, faleminderit. Për këtë që tha Ermali, unë mendoj që në marrëdhëniet njerëzore përgjithsisht duhet të paktën në mënyrën se si e shoh unë zbatoj një rregull shumë të rëndësishëm për veten time. Nuk bëj asnjëherë pyetje përgjigjet e cilave nuk dua t'i marr. Sepse në momentin që bën një pyetje dhe pyet dikë sa partner ke pas, duhet të marrësh parasysh faktin që përgjigja që mund të marrësh mund të jetë nga ato përgjigje që të paktën për meshkujt dhe egon shumë delikate të meshkujve mund të jetë lënduese. Prandaj femrat e kanë shumë problem të tregojnë numrin normal dhe kjo është edhe një nga arsyet pse femrat ndonjëherë edhe shtiren sikur kalojnë orgazm. Edhe kur ndahen pastaj del që partneri nuk e kënaqte shumë, nuk ishte shumë i mirë, nuk ishte rezistent etj, sepse femrat kanë tendencën të thonë mashkullit gjërat që ai do të dëgjojë në mënyrë që të mos i lëndojnë egon, sepse nuk ka asnjë gjë në botë që mund ta shkatërrojë një mashkull, jo si mashkull, po si njeri në çdo aspekt të jetës, se sa të ketë në krah një femër që e godet aty ku ka pikën e vet më të dobët, që është burrëria. Edhe ti thuash dikujt që ke pas shumë partner, ose që ke pas partner të tjerë që të kanë kënaqur më shumë seksualisht, apo gjëra të tilla si këto, është nga ato gjërat që mashkullin e lëndojnë dhe për mendimin tim e bëjnë edhe të bjerë në një gjendje apatie apo në thonjza depresioni. Ose Gjenis, si thuhet me trujtë vëlla, mos bish në depresion. Ose mund t'i thuhet edhe në këtë lloj mënyrë, o Gjenis, për shembull që je më i mirë në gjithë katunin. Je më i mirë në gjithë katunin. Kjo do e bën të lumtur. Edhe ajo po varet se sa e ka atë sensin e konkurrencës me tjerët. Nëse do të jetë kështu i pari më i miri i gjithëve, okay. Nëse do të jetë i pari sa për numër, pastaj nuk vlen as ajo. Kështu që këtë mendoj unë. Për çfarë po flitej që parë me Resin, se më duk shumë interesante ajo si bisedë, unë mendoj që viktima në atë rastin specifik që po pyeste Bleoni, është ajo gruaja që ka humbur vendin e punës sepse ka refuzuar të cënojë integritetin e vet dhe të ofrojë favore seksuale për të marrë një vend pune apo një benefit apo diçka. Ky është mendimi im, sepse se si funksionon sistemi përgjithsisht, si funksionon njeriu si qenie njerëzore dhe që pushteti është afrodiziaku më i madh etj, këto të gjitha i dim, po ashtu dim dhe pjesën që njeriu mund të jetojë gjithë jetën e vet pa bërë kompromise me 1, 2, 3 gjëra që i ka të rëndësishme. Dhe për mendimin tim dhe respektin tim më të madh kanë këto gratë që nuk bëjnë kompromise me, nuk po them ndershmërinë, se nuk dua ta quaj ndershmëri, po nuk bëjnë kompromise me këtë pjesë, refuzojnë të bëhen pjesë e një sistemi që të kërkon të japësh favore seksuale në këmbim të një pune që e meriton ose jo. Do me thënë që duan të konkurojnë me çdo që kanë përballë, mashkull apo femër qoftë, nëpërmjet përgatitjes dhe profesionalizmit dhe me asnjë mënyrë tjetër. Për mua këto njerëz meritojnë respektin më të madh dhe çdo lloj ndikimi tjetër, lobimi, tarafi, më the tash është bën viktima këto njerëz. O Gjenis, një vogël ose një pyetje të vogël te kjo pjesa, domethënë se vëllai që kanë shumë persona shumë problem të pjesën e nderit. Mirë, deri diku ne kemi vënë standardin tash, domethënë që ti je virgjër ose ti je i virgjër nuk është më çështje nderi se po emancipohemi. Po kur e përdor në mënyrë të keqe, në mënyrë për të shmangur gjëra, si nuk mund ta quajmë ne këtë jo ndershmëri? Në një mashkull, nëse Bleoni korrupton Albin, unë jam i pandershëm sepse unë nuk arrita të marrë një vend pune, një favor dhe e pagova. Unë jam njeri i pandershëm. Valuta që femra ose që ky rasti laboratorik nuk është valuta e lekut, është valuta e seksit. Edhe një person i pandershëm është.
Po këtë thash edhe unë, domethënë nuk e konsideroj viktim unë një grua që zgjedh t'japi favore seksuale për të mbajtur ose për të fituar një vend pune. Unë e konsideroj nëse shiko, janë disa anekdota, disa raste jashtëzakonisht shumë të veçuara kur janë për shembull raste në skamje, dhe ajo mund të ketë një figurë shumë të bukur për shembull, edhe që mund të jetë e pëlqyeshme nga shumë meshkuj, edhe që thotë që okay, më mirë do jetoj me këtë brengën gjithë jetën, po do ndihmoj familjen. Po këto janë raste të ralla, domethënë. Edhe për këto nuk e di, domethënë, a mund t'i vija në një standard sesa me të gjithë rastet e tjera. Nuk e di, është i çik kështu e komplikuar, pastaj po të bësh analogji me këtë rastin specifik, se unë për shembull respektoj shumë më tepër një punonjës nga ato të rrugës, që quhet ajo e kuqe, rruga dritave të kuqe në Amsterdam, sesa një grua që ngjit shkallët e karrierës duke shkuar me shefat, burrat e tjerëve, kupton? Për mua është shumë e ndershme nëse ke vendosur të bësh diçka dhe të shesësh seks, si thjesht për të bërë atë gjë dhe jo ta përdorësh si armë për të arritur diku tjetër. Për mua, fjala kurv nuk ka lidhje fare me numrin e partnerëve. Ka lidhje me të qenit ose jo loyal kundrejt njerëzve që të ke zgjedhur të kesh afër. Për mua, kurv është një femër që ta fut, të manipulon, të përdor, të shet. Ose një mashkull. Dhe gjitha këto gjëra. Ose një mashkull. Jo, po meshkujt kanë atë tjetrën. Kanë atë epitetin tjetër. Për mua ata janë BQ, femrat janë kurva se për mungesë të një fjale më të mirë. Po s'ka lidhje fare me numrin e partnerëve seksual, sa ka kalu, sa s'ka kalu, domethënë këto janë gjëra që njerëzit ndonjëherë fare se duhet jap fjalën edhe Dajenës dhe Gazmenit se po presin. Një gjë të vogël, po një femër që tradhon mund quhet kurv? Varet. Dhe këtu dua ta zgjasi çik sepse femrat kryesisht ndryshe nga meshkujt trajtojnë me ndjenjë. Për mua çdo gjë që bëhet kur e ndjen nuk do ta konsideroja si kurv. Dhe megjithatë, edhe këtu ka një gjë ka një klauzol të vogël që mund të trajtosh se ndjen për dikë tjetër, ndërkohë të mos mbash partnerin që ke dhe të tregohesh real. Edhe t'ja thuash gjërat siç janë. Domethënë kushdo që trajton ndërkohë që ka një partner edhe do dikë tjetër, edhe shkon me atë tjetrin, nuk është njeri i mirë në gjykimin tim. Mund të ndodhi që njeriu është me një partner prej pak kohësh ose shumë, takon dikë tjetër, bien dashuri, e kupton që e do pasi kryen marrëdhënie, dhe në atë moment vendos t'i japi drejtim marrëdhënieve të veta me të dy njerëzit, dhe për mua kjo është okay, deri diku. Okej, këtu ndajmë ndihmën tona për shkak sepse unë nuk e mendoj se është e ndershme, nëse unë nuk mendoj se është domosdoshme të kryesh marrëdhënie seksuale për të rënë dashuri, kështu që nuk është domosdoshme që ajo të provojë se s'bën krevatin që të ndahet me tjetrin. Unë mendoj se do ishte më ndershme në rastin që okay, unë kam njohur të personin tjetër që po ma bën jetën shumë të bukur këtu ndaj rrugët tona dhe që të nesër me vazhdo të bëj sa doj. Po, s'ka dy raste njësoj, kështu që edhe s'ka dy njerëz njësoj. Ka nga ata që kanë nevojë të jenë 100% sigurt për zgjedhjen që do bëjnë, edhe shumicën e rasteve kjo ndodh. Është edhe pak egoizëm, ajo rekomandon për tjetrin, se ai tjetri mund të jetë një person që mund të ketë pasur të tilla raste, por vetëm për hak të lidhjes nuk ka vendosur të hyjë asaj rruge, kurse personi tjetër vendosi të hyjë asaj rruge dhe punojnë lëndimet, edhe kjo është ka dy anët, jo vetëm nga meshkuj apo nga femra. Nëse sidomos një njeri do lëndohet në atë mes. Nëse sa mohabet kot këtu mund falni mbarova. S'ka problem. Dajena, pastaj Gazme. Përshëndetje, unë kam një pyetje vetëm. Po në një çift gay, pyet ndonjëri domethënë sa ke pas? Kush pyet domethënë në një çift meshkujsh gay, sa meshkuj ke pas më përpara? Çiftet gay nuk janë të njëjtit standard, pavarësisht se ne duam të sillemi sikur janë të njëjtit standard.
është e thjesht fare. Çiftet gay nuk janë të njëjtit standard, sepse sado të emancipojë shoqëria dhe çdo lloj shoqërie e mundshme, nuk do jetë asnjëherë ajo fara natyrale e familjes që është në familje që mund të krijojnë përse, mund të kenë probleme vetë personat, po nga natyra mund të krijojnë fëmijë në mënyrë biologjike, është një lloj tjetër lidhje. Po nuk ka, nuk është tjetër lidhje, më falë. Është tjetër lidhje. Është lidhje. Është partnershift, është lidhje. Është ndryshe nga normali. Po, kur ju thoni që po pyes, se këta çunat po thonë, domethënë që nuk ka ndonjë gjë të keqe të pyesësh sa ke pas më përpara. Atëherë meshku janë dhe ata që janë në një lidhje, atëherë kush pyet nga ata sa ke pas, kush është faktori i... A mendoj se ti nuk pyesin? Dajena, unë mendoj që... Pret, në sekund, merr mal. A mendoj se si burrat gay nuk pyesin janë i tjetrit sa ke pas marrëdhënie? Aja është... Of course, si me thonë pyesin, se ata që janë gay dhe ata janë njerëz, edhe ata mundet me ora në smundje kështu seksuale. A mendoj si nuk pyesin? O, nuk pyesin fare, se njofun sa dush, biles nuk pyesin fare as me ka. Ti një krejt gay, e na nuk i njohin. Njof shumë për të ditë që janë shumë të çliruar nga ana seksuale, sepse gjën më të keqe thonë që mund bëj. Ata si janë gay do të më vetë shumë se ne ato LGBTQ ka më shumë sëmundje seksuale të përhap, se sa të ata si nuk janë gay. Jo, ka evoluar shkenca deri në pikën që duke marrë një adonesh më fol. Ose mos flisni, ose do flisni, domethënë të respektoni njëri tjetrin, mos e ndërprisni njëri tjetrin. Bëj një përgjigje, të lutem, Mira. Kur ta folë një gjë, duhet me pas idejen me statistika çish ashtu fol, e jo me fol se unë një gay. Ajo nuk është se njofi ishte gay, s'do me thonë si ti. Të lutem, ajo është teknikalitet. Gjenis, të lutem, se e kuptova unë ku e ka. Është teknikalitet, Mira. E kupton? Ose nuk e di se si e kemi. Unë mirë lexoj tu. Po që ajo që pjesa ku ka peshë është teknikalitet, nuk ka lidhje. Nuk e kishte fjalën që njoh unë se e kam po shtëpis, po është në komunitet i përgjithshëm dhe ajo që thot Gjenis qëndron, domethënë. Pavarësisht se neve kemi këto anekdotat jo jo eci, jo kështu, të gjitha ato ka qenë propaganda deri diku të sakta, po jo aq shumë sa i ka dhënë propaganda, sepse gjithmonë është në mes, nuk është asnjëra tjetra, është në mes e vërteta. Nuk është fjala të propaganda, edhe në ditë të sodit mundesh me pa statistikat e sëmundjeve, nuk është fjalë propaganda, stigmatizmi ndaj tyne, po me kallëzu drejt, mi pa statistikat, ka ma shumë përhapje sëmundjeve, e ka një mund të ketë, ku do me dalë të shti? Po jemi jashtë teme me këtë, pyetja që bëri Dajena ishte... Ajo pyti a pyesin, si kërë me thonë si nuk pyesin, of course pyesin, edhe ata janë njerëz, edhe ata do të morojt. Edhe për ne, për shembull femnat si kalojnë me mashkull, edhe na duhet me vetë, jo për kurva s'është kurvë, sa marrëdhënie ke pas, po me rujt vetën ndaj smundje, ndaj gjëra të tilla me njerëz si ke marrëdhënie me to. Djala, vajzë, qish, do është... Okej, tu ke të drejt, po të lutem se duhet të ndërpres se u kutën dhe para dhe duhet të jap fjalën gazdendit, lutem. Po pse ma ndërpreve mua, se unë isha duke falë. Unë jam të thonë që gjithkush do të me vetë, edhe nëse ti e do njerion që jetë o bën marrëdhënie me ta, respekton, bili mas pakti ta respektojsh, tregon se gjithkush ka drejt të ruhet ndaj smundjeve, ndaj gjëra të tilla rreth marrëdhënieve, krejt, burra, gra, anybody. Okej, faleminderit. Gjenis, nëse ke diçka mbaroje, lutem. Po, kam, se as unë dhe as parafolsja nuk jemi meshkuj gay që ta dim këtë gjë me statistikë ose kështu, po. Ani po fol për ta. O Mira, duhet me mësu me respektu njerëz. Mund mos ndërpresësh, lutem, se po e them mendimin tim. Jo, goxha njerëz, edhe në mendimin tim, arsyeja pse ndodh kjo që s'pyet njeri ndonjëherë sa partner kanë pas, është sepse një mashkull gay ose një antar i komunitetit LGBT
është seksualisht shumë më i çliruar se sa një heteroseksual, sepse thënë shqip fare gjën më të keqe që mund të bëj dikush seksualisht e kanë bërë, janë gay. Prandaj janë më të çlirët nga kjo anë. Për sa i përket pjesës smundjeve, pastaj se si duhet të jenë gjërat e dim. Se si janë praktikisht për mendimin tim ai sa i njoh unë janë ndryshe, edhe për shembull di që në Gjermani, ku jeton Bleoni, përdoren gjërësisht pilula që të mbrojnë nga smundjet seksualisht transmetueshme, përfshir HIV-in sidomos. Në mos gaboj është vetëm për HIV-in ajo. Po s'jam shumë e sigurt. Kështu që ka edhe mënyra të tjera, edhe me çfarë njoh unë nuk pyesim fare dhe s'u intereson, është gjëja fundit. Okej. Tani japim fjalën Gazmendit se ka shumë kohë që po pret. Gazmend, më falësh, s'kena për ty tash. Mos kërko falje. Me kënaqësi ju ndëgjoj. Unë e kam një koment në formë pyetje, se atë që nuk po e arrit të kuptoj është edhe të lutem nëse ke pyetje gjithmonë drejtora dikujt, se e ke parasysh ne çohemi kështu si këlysh të gjithë. Kështu që drejtora dikujt, e kuptoj, jo, në rregull, po bëj si koment. Fare, nuk jam në pikë çuditshëm. Është në cilin moment arrin të bën këtë pyetje lidhur me numrin e partnerëve. Dhe çka është edhe po lidhet tema, çfarë duam kur hen me një lidhje? A don mu martu, a don me kon me dikon? Dhe unë e shoh, unë i kam 47 vjet dhe jam i martuar qysh mot i kam fëmijë. Martesa është martohesh me dikon që s'mundesh munda. Çaj është çashtu martohet njëri. Ose ti nuk arrin munda me dikon, çaq shumë e don e sa në tjera. Pyetja ime është në një farë mënyrë për vetveten është se në çfarë kohë ti mundesh me fillu me taktizu me dikon që jetu dal për me e kshyrë në një farë mënyrë sikur një punëdhënës që jep një punë dikujt. Edhe mi bë pyetje të tilla të zhanrit, edhe me qëllimin a me martu a mos me martu. A i plotson gjitha kushtet që unë i parashtroj për këtë person për mu martu. Domthon, edhe më duket që kjo lloj pyetjesh veç ka e prish një marrëdhënie. Ti duhesh me kanë me dikon edhe me kalu një jetë, një kohë shumë të mirë me dikon, deri në atë moment që e sheh që nuk mundesh me nejtë ndamas edhe dëshiron me pas fëmijë, ndoshta edhe lind fëmija edhe pa u martu, dhe në këtë mënyrë vazhdon në periudhën e ardhshme që është martesa. Shoh këtë formën e intervistës për martesë, diçysh të çuditshme dhe ndoshta është praktike, por unë thjesht këtu po e kam këtë me ja të shtojon diçka, me që të duket të çuditshme, se duhet ja fjalën Alit pastaj, do ta bëj një pyetje të vogël. Me që ti thua që kjo më shumë e dëmton lidhje. E zëm se janë dy persona që kalojnë shumë mirë, po kalojnë atë periudhën siç thua ti, që po njihen, ja kalojnë shumë mirë, duan njëri tjetrin. Dhe pa pritur pa pandehur njëri nga palët bën këtë pyetje, dhe për arsye se kjo pyetje u bë, kjo lidhje dëmtohet dhe shpërbëhet. A nuk do të thotë që kjo lidhje nuk duhet të ishte që në fillim? Të dashur dëgjues, pjesa e dytë e kësaj bisede do të ngarkohet si episodi 43 për shkak se biseda ishte shumë e gjatë. Pas një votimi në Instagram, shumica votoi që episodet e gjata të ndahen në pjesë, kështu që shkoni tek episodi 43 për të dëgjuar vazhdimin e të njëjtës bisede. Faleminderit që na ndiqni, bëni like, bëni follow dhe shpërndajeni me miqtë tuaj. Mirë dëgjofshim në episodin tjetër.